A qëndron Triniteti përballë monoteizmit? Në pjesën e parë trajtova a mëson Bibla monoteizmin. Sot do të trajtoj a gjendet në Bibël koncepti i Trinitetit. Kam dëgjuar shpesh që njerëzit mendojnë se Triniteti është shpikje e njerëzve, e besimtarëve të krishterë. Disa mendojnë se është si pasojë keq interpretimeve të teologëve, sepse një koncept i tillë është i papranueshëm, është i pashpjegueshëm, është i pakuptueshëm. A është një keq kuptim naiv i besimtarëve sinqert, por të paditur, apo një shtrembërim i qëllimshëm djallëzor i teologëve? Si qëndron e vërteta? Në këtë mësim do të përpiqem t'ju jap përgjigje dy qëndrimeve të mësipërme. Për këtë arsye unë do të citoj drejt për drejt nga Bibla disa nga pasazhet ku mësohet Triniteti. Theksoj që Triniteti që hasim në Bibël përbohet nga Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. E them këtë sepse dikush një herë më tha se Triniteti është Ati, Biri dhe Maria. Ky Trinitet nuk është në Bibël. Ja pasazhi që do të citoj sot për ju. Ungjilli i Mateut. Edhe Jezusi sapo u pagëzua, doli nga uji dhe ja, qiejt u hapën dhe ai pa frymën e Perëndis, duke zbritur si një pëllumb e duke ardhur mbi të. Edhe ja, një zë nga qielli që tha, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Ungjilli i Gjonit thot, edhe unë do t'i lutem Atit, edhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, frymën e zvërtetës. Që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë me ju. Pra është Jezusi që flet në këtë rast. Citoj tek Ungjilli i Mateut. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: "Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Edhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës." Amen. Ungjilli i Gjonit gjithashtu thotë: "Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri: Paqja me ju. Sikur se më ka dërguar mua Ati, ashtu po ju dërgoj ju." Dhe si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha: "Merrni frymën e shenjtë." Letra e apostullit Paul drejtuar Korintasve gjithashtu thotë: "Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen." Letra e parë e apostullit Pjetër, të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndisë, Atit, me anë të shenjtërimit të frymës, për t'u bindur dhe për t'u spërkatur me gjakun e Jezu Krishtit. Hiri dhe paqja u shtoft mbi ju. Tani, a e shpikën të krishterët Trinitetin? A është keq kuptim apo keq interpretim? Ne shikojmë që Triniteti gjendet si një mësim i drejt për drejt në Bibël. Ky mësim nuk synon që t'ju bind për Trinitetin, por t'ju mësoj që ky besim mbi hyjnin Trinitet është në shkrimin e shenjtë, është në Bibël. Nuk është as shpikje e besimtarëve, as keq kuptim i të krishterëve. Zoti ju bekoft.